Në një investigim të fundit, redaksia jon ka zbuluar ekskluzivisht lidhjet e ngushta të përfitimit të Sara Milas me rilindjen dhe kandidimin e saj në zgjedhjet e 11 majit nga Partia Socialiste. Rezulton se kandidatja e Partisë Socialiste në Elbasan ka përfituar disa tendera të fuqishëm publik me anë të kompanisë së bashkëshortit të saj. Me vend të ushtrimit të veprimtarisë së kompanisë së metalit të bashkëshortit në Durrës dhe Elbasan, nuk është çudi që Sara Mila është përzgjedhur nga platforma deputete që duan për të bërë deputete. SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit ka patur informacion se për këtë kandidate po sponsorizohej fort nga grupet kriminale të qyteteve ku kompania An Metale e bashkëshortit të saj, Aleksandro Bardit, ushtron veprimtarin. Për Milan pati një përplasje fizike pak ditë më parë në Elbasan për vota, lajm që thuajse nuk është pasqyruar as pak në media. Redaksia jon ka zbuluar ekskluzivisht se An Metal ka përfituar fonde nga tenderi i bypassit të Fierit e po ashtu tender të tjerë për barierat metalike rrugore në disa akse. Përpos se kandidatja për deputete ka përfituar fonde publike me anë të kompanisë së bashkëshortit para se të fusë këmbët në parti, të tjera skandale janë zbuluar ekskluzivisht nga redaksia jon. Për kompaninë e Aleksandro Bardit ka lobuar edhe Damian Gjiknuri dhe Gledian Llatja në Elbasan, gjë që ngres spekulime për lidhje të dyshimta të kësaj kompanie me grupet që SPAK ka identifikuar se sponsorizojnë fushatën e Miles dhe po kërkojnë vota me dhunë.